jo një hap, por shumë hapa, si që thash, është para liderëve tjerë, dhe kjo e ka por një vullnet tillë që do ta respektoj vullnetin e qytetarëve. Kjo ka qenë, do thot, një thirrje, unë po ndëgjoj disa zëra, disa jo shumë, sepse shumica ka folë, keni po edhe vetë, që gjoj se po bën për politikë, sepse tash jemi në zgjedhje për të marrë elektorat nga partia. Megjithatë nuk është e lehtë ta thuash këtë. Po kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë. Lideri Limaj ne kemi bën listën për 24 orë. Nuk ka qenë e lehtë, sepse ne kemi shpresu që do ta respektoj leadershipi i apo një grup shumë i ngushtë, siç e thash, marrët kryesia e ngushtë e Partisë Demokratike, do ta respektojnë vullnetin e Partisë Demokratike, edhe duke pas parasysh situatën e ngritur në vendin tonë që po mbretëron, ata do të reflektojnë pozitivisht dhe e mira nga qenë që 25.000 vota të nismës socialdemokrate të vinë dhe ta bëjnë dallimin në raport me të tjerë. Por për disa, për atë grup, më e rëndësishme ka qenë pozicioni i tyre, ajo frika që e përmendet që është shumë e vërtet, ta ruaj pozicionin e vet brenda atij subjekti politik, sepse kryetari Limaj u pa që morr një mbështetje jashtëzakonisht madhe nga votuesit e Partisë Demokratike dhe kjo ka qenë ajo mbyllja. Ajo ka qenë ajo mbyllja dhe lideri Limaj, duke pas parasysh mbështetjen e fuqishme që ja dha elektorati, aktivistat, strukturat, udhëhec komune nga Partia Demokratike, ka ndjen një obligim, një përgjegjësi morale. Edhe pse ai grupi ngushtë e mbylli derën, prapse e thash, kur do më bë dikush natyrshëm, kur rrjedhin sanet natyrshëm, nuk ka eksponent që mundet me ndalë. Dhe kjo t'jep me kuptu dhe deklarata e kryetarit Limaj ka qenë e bazuar në thirrjet e qytetarëve për bashkim. Dhe nuk më dha mundësia me bë bashk në listën e Partisë Demokratike me garu së bashku, ky bën një thirrje dhe bën një thirrje edhe tjetrën që duhet dhe ka përmend dhe është e vërtetë që vizioni i Partisë Demokratike atëherë kur është formuar është duke ndjekur lideri Fatmir Limaj. Partia Demokratike ka pas një vizion, një program i cili është devijuar totalisht nga ky leadership i Partisë Demokratike. Këtë ka po elektorati i Partisë Demokratike dhe për këtë arsye lideri Limaj ka dashur dhe ju ka bërë thirrje që të rreshtohej pas atij vizionit. Dhe kështu ne në mbështetjen e këtyre votuesve, këtij elektorati, e këtij brumi, ne sigurisht që prap nuk do ta zgjenjejmë atë vizion, do ta çojmë së bashku. Sepse nuk është shumica 4-5 vet, por shumica është tër elektorati i cili ka kërkuar. Dhe ky ka desht me çu vullnetin e këtyre dy taborëve në Parlamentin e Kosovës, nëse na jepet mundësia, dhe do të rreshtohemi mu aty ku ka vendin Partia Demokratike dhe vizioni i tij, sepse tek e fundit shkronjat, akronimet Partia Demokratike, nisma, nuk kanë rëndësi, po ka rëndësi kush e dhëheq atë, ka rëndësi kush qëndron brenda. Dhe kjo më mirë u vërtetu kësaj radhe se nuk po bëj kanë punë menaxheri, siç e thatë, dhe jo menaxher udhëhec i një Partie Demokratike, sikur është Bedri Hamza, udhëhec i Partisë Demokratike, nuk ka pas guximin të merr një vendim dhe të bëjnë një marrëveshje me liderin Limaj. Por lideri ynë me vizionin e tij që është shumë më lart,